Një ditë pas vërshimeve për gjatë lumit Markov në komunën e Studeniçanit, situata është e qetë. Uji tashmë është tërhequr, ndërsa në sipërfaqe kanë dalë të gjitha mbeturinat që ndodheshin në lum. Autoritetet komunale në bashkëpunim me kompanitë private të rajonit të kësaj komune kanë dalë në terren për të pastruar shtratin e lumit, ndërsa po vjon edhe procedura e vlerësimit të dëmeve. Banorët thonë se janë pikërisht kompanitë që sot po bëjnë pastrimin, ata që e kanë shkaktuar problemin me shtratin e lumit. Do shtuat një minutë im. E mbrojnë pronën e tyre, për ne askush asgjë. Shikoni këtu te fqinji shkoi e gjithë sera. Mua më shkoi i gjithë tërfili, atje në fermë më bëri katastrofë, më mbeti vetëm që lopët të më shkojnë. Ne fshatarët u mblodhëm këtu rrithte uji, këtu ku jemi për momentin. Ua tregon hallin të thonë kemi koncesion për të gjithë lumin, atë koncesion dikush ua ka dhënë që ta bëj këtë. Ura që dje ishte e bllokuar për të gjitha automjetet e që më vonë u lëshuar në qarkullim, vazhdon të mos frekuentohet nga autobusët. Ura është e bllokuar momentalisht, autobusët nuk shkojnë lart, nuk shkojnë. Nuk e di pse, dje ishin nga Studeniçani, kryetari bashkë me disa ekspertë që vlerësuan se është në rregull. Nuk e di pse nuk e lëshojnë autobusin. Së paku 2-3 stacione ecim në këmbë. Ajo që kaloi këtu ka ndodhur ndoshta edhe 2-3 herë të tjera, vetëm se nuk ishte në këto përmasa. Duhet të rregullohet edhe të bëhet kanalizimi. Kreu i komunës paralajmëron kontrollet e përforcuara dhe masa më të ashpra ndaj banorëve që për të zgjeruar tokat e tyre kanë ngushtuar shtratin e lumit. I pyetur lidhur me ankesat e banorëve ndaj ndërmarrjeve private, Sadiku tha se ata nuk janë shkaktarët e vetëm. Është e vërtetë se një pjesë e këtyre pronarëve që janë tokave në anën tjetër të fshatit Batinc, ata duke u mundu që ta rrisin nivelin e tokave të tyre, por na shkaktojnë problem pasi që nëse ne vazhdojmë ata ta shtyjnë rekën këndej, kurse kjo pjesë ta shtyjnë andej nuk na çon askundi. Mirë po tash tuti do të marrim masa pak më rigoroze dhe do të kemi kujdes më shumë në këtë aspekt. O brenda aty në ingerencave tona që i kemi, po do të ftojmë edhe inspektoratet ndryshme që janë në nivele qeveritare. Sadiku u bën thirrje banorëve që të vetëdijsohen dhe të mos hedhin mbeturina afër lumenjve. Thotë se si komunë do të bëhen të gjitha përpjekjet për mirëmbajtje, por nevojitet edhe ndihma e banorëve.